Përshëndetje miq të nderuar, mirë se erdhët edhe një herë në kanalin tim. Sot do të ndaj me juve këtë recetë të kifteve që është shumë e mirë dhe shumë e thjeshtë në përgatitje. Sidomos është ideale për fëmijët e vegjël. Nga një brumë, unë e bëra 2 receta. I bëra këto bukë të mrekullueshme që janë të buta si pambuku, edhe bëra kiflet. Këtu kam 700 gram në miell. Do t'ja hedhi majën e aktivizuar që kam përgatitur me pak sheqer dhe maja buke me ujë të ngrohtë. Ja shtoj edhe 200 ml ujë të ngrohtë, 100 ml me vaj. Ja hedhi edhe një vezë dhe brumin fillojmë që ta gatuaj me dorë. Pasi që kemi zënë brumin, do ta lëmë të dyfishohet në një ambient të ngrohtë të dhomës për 45 minuta. Pasi që na është dyfishuar brumi, do të filloj që ta punoj në tavolinën e punës. Nëse je fillestare në kuzhinë, kjo recetë është fiks për ty. Nga ky brum, unë do të nxjerri 13 kulaçe. Unë do të filloj që t'i hapi 6 kulaça. Nëse është duke ju pëlqyer kjo video, më supportoni me një like, një koment dhe një subscribe. Ju faleminderit. Tani 6 kulaçat e hapur do t'i lyej mirë me vaj dhe do t'i palojmë njëra mbi tjetrën, ndërsa 7 kulaçat e tjerë do t'i lë që t'i bëj bukë. Dhe me thënë, nga një brumi vetëm, unë nxora croissant ose kifle dhe nxora një bukë kuliç, që është shumë e mirë dhe shumë e bukur. Ju lutem që ta shikoni videon deri në fund në mënyrë që të mos humbisni detajet. Atëherë brumin do të fillojmë që ta hapim në një madhësi rrumbullake, njëjtë siç shihet në video. Tani fillojmë që t'i mbështjellim kiflet një nga një.
Në këtë përzierje kam hedhur pak qumësht dhe një tekuqe të vezës dhe do t'i lyejmë të gjitha. Në furrë të parangruhur në 250 gradë do t'i pjeki për rreth 20 minuta dhe do t'i hedhë edhe susan. Dhe tani ne I kemi të gatshme. Shpresoj që ju të përgatitisni dhe nëse I përgatitisni ju bëft mirë. Dhe ju faleminderit për çdo shikim, pëlqim të recetave të mia. Deri në recetën e radhës, miru ta hofshini.